Një herë e një kohë jetonte një burr i cili kishte 6 fëmijë dhe të gjitha i kishte vajza. Gruaja e tij, e cila ishte përsëri shtatzënë, frikohej se ndoshta edhe fëmia i 7 do të jetë vajzë, e jo djalë, nga se burri i saj kishte vendosur që nëse edhe kësaj radhe lind vajzë do të shkurorzohej nga ajo. Atë natë burri bie në gjumë dhe sheh në ëndër ditën e Kiametit. Zjarri i xhehenemit ishte afruar dhe sa herë që afrohej deri te ndonjë derë e xhehenemit, para saj qëndronte një nga vajzat e tij, e cila e pengonte dhe e ndalonte që të hynte në xhehenem. Kështu në të gjitha 6 dyert e xhehenemit qëndronte një nga vajzat e tij dhe nuk e linin të hynë brenda, përveç se tek dera e 7. Aty nuk kishte kush ta mbronte dhe ta pengonte. I trembur fort zgjohet nga gjumi, i lumtur se e gjithë kjo ishte vetëm një ëndër dhe paralajmërim se qëllimi i tij kishte qenë i gabuar. Burri u pendua fort dhe filloi ta luste Zotin. O Zot, të lutem, më furnizo edhe me një vajzë.